Përshëndetje. Kam kënaqësinë ta përshëndes kryetarin e komunës, i cili pa kurfar ngurimesh, po financon dhe po ndihmon të gjithë ata të cilët janë të interesuar t'i kontribuojnë kulturës sonë. Përshëndes veteranët, ushtrisë shëndetare të Kosovës, familjet e dëshmorëve, veteranët e arsimit. Unë do të them disa fjalë rreth vëllimit të tretë. Temën e kam titulluar Shqiptarët, popull solidar. Aksioni i solidaritetit, familjen ndihmon familjen, në periudhën 1990-1992, nga autori Ganil Lahu, trajton një periudhë të rëndësishme dhe dramatike të historisë së ushtrisë dhe Kosovës. Autori përqendrohet në ngjarjet historike, politike dhe sociale që kanë ndikuar jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon dhe në gjerë. Ky libër përshkruan me hollësi sfidat dhe përpjekjet e popullit shqiptar në Vështrë dhe Kosovë për të mbijetuar dhe për të ruajtur dinjitetin e tyre në kushtet e represionit serb. Kronist historik. Në fund të shekullit të 20, ndryshimet të mëdha politike ndodhen në Europë, rrënja e regjimeve socialiste, bashkimi i Gjermanisë dhe përhapja e demokracisë preken edhe ish Jugosllavinë. Në këtë kontekst, Serbia me udhëheqjen e Slobodan Miloševićit mori masa shtypse kundër republikave dhe krajinave autonome, përfshirë heqjen e autonomisë së Kosovës me 1989. Shqiptarët nuk e pranuan këtë akt dhe me 2 korrik 1990 shpallën pavarësinë e Kosovës. Përballë represionit të ashpër serb që përfshinte largimin e masave së shqiptarëve nga puna dhe rrethimi ushtarak, shqiptarët organizuan një rezistencë paqësore, kryesisht në udhëheqjen e Ligës Demokratike të Kosovës dhe Ibrahim Rugovës. Roli i solidaritetit. Një nga aspektet kryesore të mbijetesës së popullit shqiptar në atë periudhë ishte